Revista gjermane Handelsblatt i ka kushtuar një analizë kritike luftës së Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit kundër Iranit, e cila ka hyrë në javën e tretë pa një rezultat të qartë. Në kopertinën e saj media përdor shprehjen epic failure, duke vënë në kontrast me operacionin e quajtur Epic Fury. Sipas analizës, ky formulim mund të përfaqësojë një vlerësim të ashpër për një konflikt që po rezulton gjithnjë më i kushtueshëm për Washingtonin. Në debat është përmendur edhe interpretimi i gazetarit Max Blumenthal, i cili ka sugjeruar se përshkallëzimi i konfliktit mund të ketë shërbyer edhe për të zhvendosur vëmendjen nga diskutimet politike në SBA përfshirë çështjen e të ashtu quajturave Epstein Files. Në këtë kontekst, analizat thekson rëndësinë e sulmeve ndaj ishullit Karg, një nyje kryesore e eksportit të naftës iraniane. Goditja e infrastrukturës ushtarake në këtë zonë synon të shtyjë kufit e presionit ndaj Iranit, veçanërisht pasi SBA, sipas vlerësimeve, nuk kanë arritur ende të ndikojnë në kontrollin e ngushticës së Hormuzit, e cila mbetet në një formë frenimi strategjik nga ana e Iranit. Operacioni ajror i kryer midis 13 dhe 14 marsit, në cilin u raportua se u goditën rreth 90 objektiva iraniane, interpretohet si pjesë e një strategjie që disa analistë lidhin me qasjen e politikës së jashtme të administratës Trump. Gazeta amerikane New York Times e ka përshkruar këtë qasje si destroy and deal, goditja e ushtarake me synimin për detyruar kundërshtarin të hyjë në negociata. Sulmet ndaj Kargut mund të kenë edhe një dimension më të gjerë geopolitik, pasi infrastruktura energjetike iraniane lidhet me furnizimin e tregjeve ndërkombëtare përfshirë Kinën, një nga importueset kryesore të naftës iraniane. Analiza vëren gjithashtu se SBA dhe Izraeli duket se kanë objektiva të ndryshëm strategjik. Izraeli ka deklaruar hapur se synon dobësimin maksimal të Iranit dhe ndryshime politike në Teheran, ndërsa Shtetet e Bashkuara përballen me kufizime më të mëdha strategjike dhe ekonomike. Në Washington janë shfaqur gjithashtu debate politike mbi konfliktin. Senatori demokrat Chris Murphy ka deklaruar se administrata amerikane nuk ka përcaktuar qartë objektivat e saj përfundimtare në këtë luftë, duke përmendur se nuk është sqaruar nëse synimi është eliminimi i programit bërthamor iranian apo ndryshimi i regjimit. Sipas Murphy, administrata nuk ka paraqitur asnjë plan konkret për të garantuar hapjen e ngushticës së Hormuzit, një pikë kyçe për tregtinë globale të energjisë. Analiza thekson se konflikti mund të krijojë edhe presione të brendshme politike për Donald Trump. Brenda lëvizjes MAGA janë shfaqur kritika nga figura si Tucker Carlson, të cilët e shohin përfshirjen në një luftë të re si devijim nga retorika izolacioniste e fushatës. Në të njëjtën kohë, rritja e çmimeve të energjisë dhe rreziku i inflacionit mund të ndikojnë në mbështetjen politike për administratën. Një sondazh i CNN tregon se miratimi për politikën ekonomike të Trump ka rënë ndjeshëm nga një diferencë pozitive në një vlerësim negativ. Analistë si Senem Vakil nga Chatham House kanë paralajmëruar në Financial Times se edhe në rast të suksesit ushtarak është e pamundur të garantohet një ndryshim politik në Iran, duke theksuar se regjimet e mbështetura në struktura të forta sigurie kanë treguar shpesh aftësi të lartë rezistence. Në këtë kuadër, sulmet ndaj sektorit energjetik iranian, veçanërisht në Karg, paraqesin një dilemë strategjike për SBA-t. Goditja e eksportit të naftës iraniane mund të dobësojë Teheranin dhe të ndikojë në furnizime drejt Kinës, por njëkohësisht rrezikon të destabilizojë tregjet globale të energjisë dhe të rrisë presionin inflacionist në Shtetet e Bashkuara.